përqendrim maksimal është vështirë me pas. Por do duhet njeriu varësisht tash sa është i vlefshëm, varësisht sa ka përqendrimin në namaz, aq edhe ka shpërblimin brenda asaj që e fal. Sa më pak të jesh i përqendruar, sa më pak të jesh i përkushtuar dhe sa më pak të jesh i koncentruar, atëherë edhe shpërblimi do të jetë më i vogël. Prandaj ka prej argumenteve, prej transmetimeve që për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një person i cili kishte hyrë në xhami, ishte fal 2 rekate, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju drejtua atij duke i thënë: "Çohu fal ose nuk e fal." U fal personi herën e dytë, pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Falu se nuk e fal." Pastaj u fal herën e tretë dhe i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Falu se nuk e fal." Dhe ky person është ardhur në transmetim ka thonë: "Për atë, do të për Zotin që të ka dërguar ty pejgamber, nëse nuk jam fal, atëherë më mëso se si duhet falem." Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregoi duke thënë: "Së pari kur ngritesh, ta bësh tekbirin fillestar, thush Allahu Akbar. Allah është më i madh. Pastaj të qëndrosh në këmbë dhe të lexosh me përulësi, me meditim. Është mirë, në fund do ta tregojmë një formë të përqendrimit, si të na ndihmon të përqendrohemi në namaz. Dhe pastaj thot kur të lexosh në qiyam, pastaj shko në ruku dhe rri në të derisa të qetësohesh, duke thënë sa më ngadalë: Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Pastaj thot drejtoje shpinën dhe pastaj shko në ruku, në sejdë dhe gjithashtu falu në të derisa të qetësohesh. Jo të falësh me shpejtësi, jo të falësh edhe mos të dish çka ke thonë, jo të falësh edhe ta kish mendjen dikon tjetër, te ndeshja e futbollit, tek fëmiu i cili ka mundësi të lunë ose diçka tjetër. Dhe ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë mos vjedhsi më i madh është vjedhsi i namazit. Ka thonë si ka mundësi i dërguari i Zotit, ka thonë ai i cili vjedh rukun dhe sejdën. Pra ata që falen me nxehtim dhe me shpejtësi. Nëse më lejohet, kisha me përmend rastin e një dietarit i cili na tregon një mënyrë efikase se si duhet ta ruajmë përqendrimin, koncentrimin dhe përkushtimin në namaz. Është njëri nga dietarët Hatim al-Asam, i cili ka përmend unë kur lina në namaz, e paramendoj veten tem sikur e kam para vetes çabën. Sikur jam duke fal në çabe. Dhe pas vetes e paramendoj sikur e kam pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke më shikuar, sikur që ka shikuar sahabiun. Dhe mendoj se nënën e djathtë e kam xhehenemin, nënën e djathtë e kam xhenetin, nënën e majt e kam xhehenemin. Dhe mendoj sikur jam duke u fal në urën e siratit, që ka ardhur ura e siratit, më holl se kimia floku dhe më pret se te u shpatës, që e me kuptu se të mos ketë lëvizje të shumta në namaz, por të jetë njëri i përqendruar dhe i koncentruar. Dhe mendoj sikur pas vetes e kam melekun e vdekjes. Ai vetëm po mpret se ta kryej këtë namaz dhe do të më marr shpirtin. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i këshillonte shokët e vet që me fal namazin, ju thoshte atyre: sallu salatal muwaddi'. Falni këtë namaz sikur të jetë namazi i fundit, namazi i lamtomirës në jetën e juaj. Nëse njëri e din që ka namazin e fundit, vërtet mundohet më u përkushtu. E din që më nuk jepet rasti. Prandaj ajo që kam përmend pra dietar gjithashtu kanë thonë të fokusohet sidomos tek shpreha në surën Al-Fatiha: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë dhe falje kërkojmë. Kur e ke këtë shprehjen iyyaka na'bud, vetëm ty të adhurojmë, kjo tregon një sinqeritet. Sikur o Zot, këtu me pas përkushtimin, o Zot, në çdo vepër që e bëj për ty, namazin, agjërimin, zakatin, leximin e Kuranit, edhe lidhjet me tafrën që i bëj, o Zot, i bëj për ty, duke me pas me qëllim me fitu vetëm kënaqësinë e Zotit. Wa iyyaka nasta'in tregon një varësi për Zotin ton dhe tregon një modesti, sikur na nuk kemi mundësi me lëviz as çerpikun e sytit, vetëm se mendimin tonë o Zot.
Dhe kjo është një përullësi dhe kjo është diçka që Zoti e don.